Ajo që pash në Reçak më ndryshoi jetën. Ambasadori Walker rrëfen në Boston çfarë ndodhi në Kosovë. Në një atmosferë të mbushur me emocione historike dhe krenari kombëtare, Federata Pashqiptare Amerikës Vatra dega në Boston në bashkëpunim me shoqatën e studentëve shqiptaro-amerikanë në Harvard, organizuan një takim të jashtëzakonshëm me ambasadorin William Walker, njeriu që tregoi botës të vërtetën për krimet në Kosovë dhe që ndikoi drejt për drejt për ndryshimin e rrjedhës në historinë e saj. Eventi nisi me intonimin e himneve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërisë dhe Kosovës, duke krijuar një atmosferë solemniteti dhe uniteti mes të pranishmëve. Moderatorja e aktivitetit, gazetarja Entela Sula Prifti, me një stil të rafinuar, zhvilloi dhe udhëhoi bisedën e drejt për drejt me ambasadorin Walker, duke sjellë për të pranishmit të rrëfime të gjalla dhe dëshmi historike. Në fjalën e tij, ambasadori Walker rikujtoi momentet kur u dërgua në rajon me mision ndërkombëtar vëzhgues, duke theksuar se fillimisht kishte njohuri të kufizuara për Kosovën, ai rrëfeu se gjatë misionit me mbi 1200 vëzhgues ndërkombëtar u përball me një realitet tronditës, një popull i shtypur pa të drejta elementare dhe në ndhunën sistematike të regjimit serb. Kulmi dëshmisë së tij ishte masakra e Reçakut, të cilën ai përshkroi pas një hezitim si krim lufte dhe akt genocidi ndaj civilëve shqiptar. Ajo që pash ishte një masakër, nuk ishte luftëtar, ishin civil, madje edhe një 99 vjeçar. Beogradi po gënjente, theksoi ai, duke kujtuar edhe propagandën e kohës nga ish-ministri i propagandës së regjimit Aleksandar Vučić, sot president që mohonën krimin dhe paraqisnin si përplasje ushtarake. Walker tregoi gjithashtu për presionet dhe akuzat që u bën për të mohuar të vërtetën, por theksoi se qëndrimi i tij ishte i palëkundur dhe bëri që bota të kuptonte realitetin në Kosovë. Ai lidhi drejt për drejt të moment me firmosjen e njëanshme të marrëveshjes së Rambujës dhe më pas ndërhyrjen në NATO si dha fund pastrimit etnik. Duke reflektuar për Kosovën sot, ai cilësoi atë si një nga vendet më demokratike, një bazë të fortë ligjore dhe shtetërore. Në emër të studentëve shqiptar të Harvardit, Fatoni Limani theksoi se pavarësia e Kosovës nuk është dhuratë, por rezultat i sakrificës ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kuraja juaj për të thënë vërtetën solli atë që sot kemi shtetin e Kosovës, ndërsa kryetari i Vatës në postën, mentor Maksutaj, u shpreh se komuniteti shqiptar do mbetet përjetësisht mirënjohës ndaj ambasadorit Walker për rolin e tij historik.